Bëna i ky. Dhe i ke blerë me lekët që ke fituar? Po, normal, me lekë s'kam fitu ushtë. Ka shtu? Mu kam gjuar farikisht që kam disa që fitojnë. Varet, për shembull, ka ditë se ka fitim të mirë, ka ditë se s'ka fitim hiç, po s'ka kam shumë problem. Tham, hajtë më dal herë se. Kush është periudha më e mirë, Bardi? Tash është periudha më mirë. Vera. Vera. Po kush është dita më e mirë, po themi, që kap lek mirë gjatë ditës? I ditë se ka qenë më mirë, se më men ka të rreth 3 vjet, kam hyrë në një lokal të Don Bosco, edhe kam pas edhe një skupona këtij, mikse në kompjuterin, e kam ka për rreth 500 euro për 3 orë, 500 euro. Hajde! I kanë zhyt njerëz. Rini kati ju këtu, goca, punoni ju këtu. Jo, bravo të shoh, po jo, unë Po i rast është ai. një rast. Po mirë, pa dhe ditë tjera. Dita më e keqe. Dita më e keqe mund të jetë për shembull 20000 lekë, po thoj se adin. Po 20.000 lekë ditë. 20000 lekë ditë. 20.000 lekë ditë nuk Pra, është. 20.000 lekë dita. Nuk e kanë të gjithë ata që bëjnë punë tetorare, mund ta kenë të 70.000 lekë dita Bardi. Kështu që ti je me fat edhe në ditën tënde le të themi më të keqe. Kjo është diçka që ti i dedikohesh gjatë gjithë kohës. Ka se edhe një gjë tjetër, se unë këtë muzikë që i po i ngjut ju, unë i baj të shtëpia se kam program tillë. Okej. E paguaj $8 muajt atë programin, edhe kam edhe në telefon edhe në kompjuter. Që merr bazën muzikore. Po, domethënë heku këtë zonin që ka filan këngëtar për shembull, marr Sinan Huazë, marr një këngëtar të mirë, ja heku komplet vokalin i fusë edhe ca elemente të tjera, shani gitarë, një tapan në gjallin. Po në fillim si të shkoj mendja që të marrësh një boks e të dalësh rrugëve, duke qenë se nuk ishe muzikant. Unë kam qenë në Francë, kam po shumë, që punojnë kështu edhe zërin edhe lek mirë. E di, ku e kam thelbin unë që është tjetër gjë, okej, ke parë, po është tjetër gjë të dalësh vetë pastaj edhe të kesh ato komplekse se si do pritesh, si do të ke çik turp në fillime, ka qenë kështu për ty? Faktikisht, kër kam po në Francë, kam pas një shok spanjol, edhe ka qenë edhe dy çuna tjerë francez. Njëri knoka, tjeti kërceka, edhe tjeti, nuk e di, tjeti po thoj se menaxher, një ishte menaxher, një knoka, një kërceka. Edhe boshin lek mirë ato. Edhe thashën veti, thash, përderisa unë thash mundësi s'kam thash me hi, nështë në përdosme, tani si herë, thash, kuj dihet, nështë vjen dita që unë avash. Shonisi, do më. Po. Po, ti më origin nga je? Po kjanë, për Vësharës. Po jeton në Tiranë? Po, tash, banë gati 10 vjetë që jam. 10 vite që jeton. 10 vite që ka ardhur. Po në Francë, Spanjë, ke shkuar me punë, pra çfarë të ka lidhur andes? Mes ti dhe ti flet dëgjuhet atyre vendeve. Në Francë kam qenë si azilant, në fakt. Rreth 9 muaj kam nej në Zelmra, pa kam nej gati 1 vjetë sa, kështë, po në ilegal. Greqi di që ka jetuar mirë? Greqi kam jetu gati 5 vjetë. 5 vite. 4 vjetë kam jetu pa shputje në minja, pastaj jem shput, kam shku prapa dhe 1 vjetë tjera. tjera. Greke, kene repertor? Kam plet greke, po. Kene preferencë, goca? E kemi Selena Menjosis, Anise Enaste. Ja, do ta bëjmë për mbyllje atë, sa po të na thuash pak çfarë bën edhe me jetën private. A ke një gocë në jetën tënde, a ke familje? Jam Beqare? besorë. Beqare si dihet mbase një në një vajzë të bukur edhe në orarin e punës mund ta themi kështu në plazh, pse jo? Ka rastis, bëll me njoftë, Turiste, kështu tuja, për shemë, ma shumë. Të huaj. Turiste, të ecën me turiste. Çfarë të thonë të huaj? Të huajt. Pëlqen, ju pëlqen muzika, ju pëlqen ritmi, kanë qef me kërcuj. Se pavarësisht se të ritme që i marrën në për muzikë tjera, për shemë, ju fosë edhe elemente tjera, ju fosë në klarinë, në gjanë që ti ingranujnë njërës. Se jam shumë i dhanëm, jam shumë, i pëtoj se i fiksum nga kje pjesë. Dhe rejë që të në shpi, ullëm, kam atë kariken se kam ullë fiksë se kom e qamë studio dhe me kompjutin porë. Cilat janë planet Bardi për të ardhmen? Çfarë do të bësh? Do që të angazhohesh më shumë, se jo të nisesh me në një live, në një dasëm, pra... Çfarë do të bësh tani? Atë qef kam edhe unë, për shemull, avash, edhe pse në rrugë është pak e vështirë që të ecësh në gjitë shkallët shumë shpejt, por besoj se avash po punove, gjithë kush punën gëzën si dhe një fjore. O Bardi, diqa më pëlqente të pavarësisht atyre që të gjykojnë edhe thonë ti si këngëtar, na shurdoje, na bëri se ka tilla komente. Ti e thua, unë nuk jam këngëtar, nuk jam profesionist, mua më pëlqen kënga, më pëlqen muzika, kushdo që pëlqen muzikën time, urdhro le të bashkohet. Kushdo ti 2 minuta do rish ai plazhi do i tregojnë që i bashkohen, po që
Dhe kjo komente është do gjëja ketë. më e bukur. Kështu që dhe më pëlqeu dhe ajo që thej që kritikat i merr gjithmonë si përmirësim dhe si Kam motiv përmirësu për shumë, se njerëzit më kanë veten. kritikuar dhe njerëz për shembull muzikant, më kanë kritikuar dhe njerëz që janë shumë nalt me Unë karrierë. më drejtën, nuk e dija ke pa, po unë të kam komplimentuar. Një postimi im para disa muajsh, se fillon njerëzit duke thënë Bardi kështu, Bardi ashtu. Kur dole ke një reality show. Po, dhe një ke vizionin. Talent show. Talent show, kam thënë Bardi ka çka kënon më mirë se sa gjysma e tregut që janë realisht këngëtarë dhe që e majnë veten për këngëtarë. Kështu që unë kam komplimentuar se e meriton. Okej, ti e shijon edhe njerëzit e shijojnë me ty. Kjo ka rëndësi. Okej, mirë, faleminderit shumë që erdhe, Bardi. Faleminderit Ishte shumë nga ju. kënaqësi të rrej sa më mbar, bësh sa më shumë lek. Po. Edhe marrë mirë. Shëndetin mbi gjitha. E mbyllim me këngën e fundit, fare shkurt. Me felona me njoft. Ndashë mbyllim me ritëm si të deni. Me ritëm, çfarë dush ti, se s'kemi kohë për gjë. Shumë çfarë kesh gati, e nisim Unë atë po dhe felona me mbyllim. njoft, si duke qenë se di dhe mirë greqisht, po Po, nuk e di nëse i gjen kollaj, po gjithsesi. ai gjen, ai është mirë se e thonë, nuk është më Nga që jemi në limit të kohës, po gjithsesi regjia ju e dini vetë, ne po e shijojmë pak më gjatë atmosferën me Bardin, ju dëgjoni sa fragmente të fillimit, shkoni pastaj vazhdoni itinerarin. Po, Premte. e premte. ta shijojmë sepse duhet shijuar ky momenti, muzika. Po, Si bukur me patjetër. Sa të Bardin. Varet që mundën të me duash ti kohë. vendos. Mos e Vendos Po i vëri një bëri Mund të kërkesa qakeshe. ky tash. Ja, se e vendos. E kemi gati? Gjeti?